Moti i keq, i cili ka përfshirë sërish vendin me reshje të dendura bore në veri dhe reshje shiu me intensitet në jug, ka krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve në disa akse kombëtare rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se reshje dëbore me intensitet ka pasur në segmentet Bajram Culli-Valbon, Fiersë-Bajram Culli, Kukës Shishtavec, Hani Hotit Vermosh dhe Bog Thet. Po ashtu reshje dëbore me intensitet ka pasur edhe në juglindje të vendit, konkretisht në akset Qukës Qafploç, Korçë Voskopoj, Korçë Ersek dhe Ersek Treurat. Përveç zonës së qafthore, secili avion që të jetë bllokuar për shkak të rënies së vazhdueshme të ortekëve, të gjitha akset e tjera rrugore janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Kontraktorët me mjetet e punëtor ndodhen në terren për pastrimin e akseve rrugore dhe shpërndarjen e kripës për të evituar ngricat. Autoriteti rrugor shqiptar I bën apel drejtuesve të mjeteve që të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjetit, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhëtojnë drejt akseve rrugore me prezencë dëbore.